Kryeministri Edi Rama, përmes një video në rrjetet sociale, ka ndarë lajmin për pensionistët se, përveç bonusit të fundvitit në dhjetor, nga janari i vitit 2026 do të ketë rritje muaj për muaj për mbi indeksimin e përvitshëm. Mbrëmë i përcollën Parlamentit projekt buxhetin 2026 dhe jam realisht i lumtur sot, se kam përdorur ndonjëherë këtë fjalë, por jam i lumtur sot të them pensionistëve se mu ashtu, siç u zëtuam në zgjedhje, ky mandat do të jetë mandati i rritjes së përvitshme të pensioneve. Siç e kam thënë gjithnjë, kjo është pjesa më e vështirë e politikës financiare të një vendi, pensionet. Por, më në fund, pikërisht sepse nuk jemi më ai vendi që mezi mbajnë këmbë, po jemi një vend me një ekonomi të qëndrueshme që rritet çdo vit, mund ta bëjmë atë për cilën u zëtuam. Të arrijmë vit pas viti, të rrisim pensionet sipas objektivave të shpallura për secilën kategori. Kështu, pensionistët tanë, përveç se do të marrin këtë dhjetor, bonusin e fundvitit, duke filluar nga janari do të kenë një rritje tani më të shtrirë muaj për muaj, përmbi indeksimin e përvitshëm natyrisht. Pensioni urban në vitet plota pune do të rritet 1.800 lekë. Pensioni urban i pjesshëm do të rritet 800 lekë. Pensioni rural do të rritet 1.000 lekë. Pensioni familjar do të rritet 700 lekë. Pensioni i invaliditetit do të rritet 600 lekë. Në vitet në vijim, të njëjtat shifra do të dyfishohen për secilën kategori në 2027, do të trefishohen në 2028, do të katërfishohen në 2029 për të arritur vlerën e premtuar në qershor të këtij viti. Rama shpjegoi se sa do të përfitojnë pensionistët sipas kategorive, duke synuar që deri në fund të mandatit pensioni urban me vite të plota pune të shkojë 40.000 lekë.